Selam aleikum, për dikë që është i vdekur, kurbanin a mundim me prej ditën e Kurban Bayramit. Aleikum selam rahmetullah. Këtu i kemi dy keqkuptime dhe dy gabime. Para, në Prizren është një tradit, nuk e di në vende tjera, që kurbanin apo kurbanin e Bayramit për të vdekur e prejnë në natën e Kurban Bayramit. Kurse kurbanin për të gjallë e prejnë në ditën e Kurban Bayramit. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Pastaj, gabimi dytë është që me mendu se duhet me prej një kurban ekstra për të vdekur edhe një kurban ekstra për të gjallë. Hajde, po e tolerojmë ato të banë që thot jo s'pe preju në natën e Kurban Bayramit, po e prej ditën e Kurban Bayramit. Po një për të vdekur, një për gjallë. Pse themi kështu? Në Islam nuk ka argumente me i veçu të gjallë me një kurban dhe të vdekurit me një kurban tjetër. Ti e therë kurbanin, një kurban e therë. Me njët për familjen tënde, të gjallë, pse jo pastaj edhe me shtin qatë njët edhe të vdekurit, inshallah ta'ala, dhe me prej kurbanin si ibadet në vete që është, pastaj edhe nëse e shpërndan mishin, si sadaka e kurbanit, e Kurban Bayramit, edhe me hyja të një shpërblen të gjallët dhe të vdekurit. Pra, kjo është ma mira, s'ka nevoj me pa dallime mes të gjallëve dhe të vdekurve me kurbana ekstra.